E shikus të dashur, jemi përsëri bashkë edhe pas marketingut. Në minutat në vazhdim, ne do të flasim për kulturën dhe për ruajtjen e trashëgimisë në vend. Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit ka hapur thirrjet për aplikim për organizatat jo qeveritare, po ashtu edhe për individët në lidhje me ruajtjen për projektet për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe po ashtu edhe për art dhe për kulturë për vitin 2026. Çka saktësisht kanë të bëjnë këto thirrje? Ka ndonjë dallim, ndonjë veçori tjetër që i bën më të veçanta se sa viteve të kaluara? Kush saktësisht mund të aplikojë dhe cilat janë kriteret që duhet plotësuar? Gjitha këto do t'i diskutojmë bashkë me zëvendës ministrën Nora Arapi Krasniqi, që tashmë e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjesi. Kënaqësi që ju kemi këto. Kënaqësi, ta nisim javën së bashku me emisionin tuaj. Më vjen mirë, më herët edhe diskutova me qënë se vini nga Prizreni, nuk e di, thashën qofse udhtoni çdo det apo jeni këto në Prishtinë, por që Nora kësaj radhe ka ardhur drejt prej Prizrenit, sakt po ashtu në kohë drejt në studio në Prishtinë. Është një rutinë ditore brenda javës çdo ditë udhtoj. Jetoj në Prizren, kurse veproj në Prishtinë dhe në pjesë të ndryshme të Kosovës, varsisht ku i kemi aktivitetet, kështu që jam gjithandej Kosovës, kryesisht është rutina ime gjatë javës. Vjen mirë, jeni mësuar me këtë hap dhe me këtë rutinë. Çu kanë shku këto ditë? Është fillimi i vitit, një plotësim apo një korrigjim Ministria e Kulturës dhe Turizmit. Pra pas tashmë këto ndryshimet e vërtetë sa ndryshime përmbajtësore ku Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është ndarë në dy ministri, ku Ministrisë së Kulturës ju është bashkangjitur turizmi, duke e theksuar dhe rëndësinë e turizmit si fushë e potenciale për zhvillim ekonomik, dhe kurse Ministria e Sportit dhe Rinisë është ndarë e vetme. Ne në fillim të vitit kemi filluar me përgatitjet për zbatim të programit, ku përpos investimeve kapitale në ndërtesa të kulturore dhe në monumentet e trashëgimisë kulturore, e kemi edhe këtë pjesën e mbështetjes, ku besojmë që arti dhe kultura nuk zhvillohen vetëm në institucione publike, po zhvillohen çdo kënd, janë pjesë e shoqërisë. Ne kemi një rini të jashtëzakonshme, një potencial të jashtëzakonshëm artistik, të rinj dhe të reja që mirën me fushën e artit dhe të trashëgimisë kulturore, të cilët edhe na kanë bërë krenar duke na përfaqësuar në vende të ndryshme të botës, dhe Ministria e Kulturës përmes thirrjes e sheh dhe mbështetjen e rëndësishme të kësaj fushë, duke synuar që të rritet edhe diversifikimi i aktiviteteve kulturore jashtë institucioneve dhe të krijohen ura të bashkëpunimit ndërmjet njerëzve. Kjo thirrje, në fakt janë dy thirrje, apo jo, është më e veçantë se sa viteve të kaluara, është bërë çdo herë nga ministria, është bërë nga drejtori të caktuar apo si? Pra, përpos ndarjes me sportin dhe rinin, pra fokusi tani i përqendrohet në kulturë dhe trashëgimi kulturore, pas miratimit të ligjit për art dhe kulturë, ligji cili parasheh edhe mekanizmat për mbështetjen e skenës së pavarur. Prandaj kemi edhe ndarjen e thirrjes për trashëgimi kulturore dhe për art. Deri nga viti 2021 deri në vitin e kaluar, thirrja ka qenë përbashkët. Si vjet kemi vendosur që këtë thirrje të ndajmë në dy thirrje, me qëllim që të bëhet fokusi dhe përqendrimi tek të dy fushat. Thirrja e parë e cila është hapur gjatë javës së kaluar ka qenë thirrja për mbështetje për fushën e trashëgimisë kulturore, e hapur për organizatat jo qeveritare të kësaj fushë dhe për individët. Dhe thirrja e dytë po ashtu gjatë javës është thirrja për art dhe kulturë, e cila fokusohet tek artisti dhe kultura me seks të veçantë në kategoritë kulturore që janë aktive në Kosovë. Deri kur do të jetë e hapur? Thirrja për trashëgimi kulturore është hapur deri me 19 qershor, kurse ajo për kulturë deri me 22 qershor. Pra 21 ditë nga dita kur është hapur thirrja. Tani, ata të cilët po na ndjekën dhe janë të interesuar, mund të hyjnë besoj në web faqe për me i marrë, ka një formë të cilën duhet plotësuar e aplikimet dhe me i marrë ato informatat e tjera, apo jo? Forma e aplikimit, thirrja është e publikuar në web faqen e Ministrisë së Kulturës, në rrjetet sociale të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit, dhe kemi shpërndar edhe në për rrjetet kanalet tona Viber, Instagram, të gjitha, në mënyrë që të arrihet informatat e të gjithë. Po shfrytëzojmë rastin që ta përcjellim tek shikuesit e kohës edhe më gjarë.
thirrja është format e aplikimit janë të njëjta sikurse viteve të kaluara. Këtë vit dallojnë kategoritë dhe prandaj ju kisha ftuar që të interesuarët të lexojnë me kujdes edhe kategoritë e thirrjeve, objektivat e thirrjes, kurse sa i përket dokumentacionit është i ngjajshëm. Sa i përket këtyre kategorive, çka ka ndryshime do thot aty, nëse po flasim për art dhe kulturë, specifikohet diçka dhe çka në ruajtjen e trashëgimisë. Çfarë projekte pak a shumë presni ose çfarë ide presni? Faktikisht, ne kategorizimin e thirrjes është një politikë që kemi filluar që nga mandati i kaluar dhe e vazhdojmë, nga se synojmë që organizatat varësisht nga profili i tyre, përvoja e tyre, të garojnë në kategori ku kundër kandidat e ka një organizat pak a shumë të profilit të njëjtë dhe të kapaciteteve të njëjta. Është si një lloj ngjashmërie ndërmjet ligave në sport, ku secila ligë e ka atë konkurrencën mes vete. Në thirrjen për kulturë janë kategoritë e njëjta, sikurse të vitit të kaluar, përpos kategorisë së parë për mbështetje institucionale, e cila nuk është. Kjo nga se, duke filluar nga viti 2024, ne kemi mbështetur një numër të konsiderueshme të organizatave jo qeveritare me mbështetje 3 vjeçare, dhe tashmë numri i organizatave për këtë kategori është i plotësuar. Pra, ka organizatat që kanë përfituar thirrjen nga viti 2024 dhe ata për 3 vite nuk kanë nevojë më të aplikojnë, po vetëm i sjellin dokumentet, i barazohen me vitin paraprak dhe i sjellin propozimet për vitin aktual. Në kulturë, pra, kemi ngjarje tradicionale, që është gjithashtu mbështetje 3 vjeçare, dhe është një kategori më poshtë se mbështetja institucionale për organizatat. I kemi projektet 1 vjeçare, të cilët janë të hapura për organizatat qeveritare dhe individ. I kemi artistët e ri, vazhdon kjo kategori artistët për mbështetje për artistët e ri. Këtu kemi një kufizim të moshës, janë për artistët e ri deri në moshën 30 vjeçare. Synohet kryesisht për studentët të cilët janë në përfundim të studimeve, që mund të përdorin këtë thirrje për të realizuar punimin e tyre të diplomës, apo për të hyrë në tregun e kulturës përmes projekteve të para. Pra, gjithmonë në fokus, edhe pse nuk e kemi rinin në titullin ton, fokusi ynë përqendrohet tek rinia. Dhe dallimi nga viti i kaluar, thirrja për mobilitet si vjet është inkuadruar në thirrjen e përgjithshme. Kjo me qëllim që të mos humbim kohë në aspekte administrative, se organizimi i 2 thirrjeve parashet 2 procedura brenda institucionit dhe në mënyrë që të jemi më efikas edhe në pranim dhe vlerësim të aplikimeve dhe të dalim me rezultate më shpejt, është inkuadruar në kuadër të thirrjes së përgjithshme. Te mobiliteti vlen për organizatat dhe individet të cilët kanë pranuar ftesë dhe janë pranuar për të prezantuar artin e Kosovës jashtë vendit. Është këtu kemi të bëjmë me diplomacinë publike. Kjo një shans shumë i mirë për trinjt, po besoj për ata të cilët e ndjekën tash këtë intervistë dhe shohin, një mundësi shumë e mirë që ata të ecin tutje përpara, por patjetër të jenë edhe ambasador të vendit, qoftë edhe brenda apo edhe jashtë vendit. Jashtë vendit. Pra, pas liberalizimit të vizave, tani më kufit e Kosovës janë të hapur, të rinjtë tanë kanë një potencial të jashtëzakonshëm dhe ne synojmë që përmes këtyre thirrjeve t'i mbështesim dhe në mënyrë që potenciali i tyre të njihet edhe jashtë vendit, nga se rinia përmes artit, kulturës, sportit, trashëgimisë kulturore e prezanton më së miri, janë ambasadorët më të mirë të vendit tonë. Gjithashtu dhe krijojnë bashkëpunime me organizata tjera, duke i sjell edhe ata në Kosovë dhe në mënyrë më të mirë të mundshme bëhet edhe promovimi i vendit tonë. Këtu po besoj është edhe përfitime i Kosovës apo përfitimi i jonë si qytetar në këtë rast edhe tek këto thirrje. Thirrja nuk është një procedurë administrative në ministri, është një program nëpërmjet të cilit ne mbështesim skenën e pavarur dhe artistët dhe të rinjtë tanë. Ndërsa sa i përket ruajtjes së trashëgimisë, sa është e rëndësishme edhe kjo? Ju po ashtu vini nga një vend që njihet për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, për objektet si vend historik, po ashtu se njëri prej vendeve apo qyteteve më të bukura të Kosovës, çka do të thotë edhe kjo për ju? Mbrojtja e trashëgimisë kulturore përpos investimeve në monumente, në mënyrë që të ruhen ato për brezat e ardhshëm,
gjithashtu paraqet edhe identitetin ton dhe ne jemi shumë të interesuar që këtë vlerë ta promovojmë brenda Kosovës, po edhe jashtë saj. Synimi tjetër gjithashtu është që e kaluara të lidhet me të ardhmen, nëpërmjet programeve të ndryshme, nëpërmjet rjetësimit, dokumentimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore. Pra përpos investimeve kapitale, investimeve fizike në ndërtesa, gjithashtu programi tjetër parashe mbështetjen e krijuesve, artizanëve, personave të cilët hulumtojnë, studiojnë dhe promovojnë trashëgiminë kulturore. Prandaj thirrja për këtë vit është e ndarë dhe fokusohet specifikisht me theks të veçantë në trashëgiminë tonë shpirtërore. Trashëgimia shpirtërore është jo materiale, është e padukshme. Bazën e ka njeriu. E ka njeriu i cili është i lidhur me traditën edhe shumë shekullore. Prandaj fokusi kryesor në thirrjen për trashëgiminë kulturore fokusohet te promovimi dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore. Këtu i kemi disa kategori të reja, për herë të parë të cilët prezantohen dhe jemi shumë të interesuar të shohim se si do të reagoj komuniteti i trashëgimisë kulturore, çfarë propozimesh do të pranojmë, në mënyrë që të zhvillohet horizonti dhe të pasorohet jeta kulturore dhe trashëgimit. Viteve të kaluara ka pas diçka të tillë, po besoj që... Po, gjithsesi, deri në vitin e kaluar, thirrja për art dhe trashëgimi kulturore i ka përfshi edhe krijuesit dhe performuesit të trashëgimisë kulturore, po si vjet e kemi një lloj kategorizimi më të veçantë, ku theksi veçantë dhe fokusi qëndron në digitalizim, dokumentim, promovim të trashëgimisë kulturore. Nëse më lejohet, mund t'i prezantoj edhe kategoritë. Në thirrjen për trashëgimi kulturore, kategoria e parë i kushtohet specifikisht ngjarjeve tradicionale, festivaleve dhe shoqërive kulturo-artistike të cilët janë të listuar në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje. Pra, deri në vitin e kaluar, këto organizata kanë qenë në garë me të gjitha organizatat tjera. Si vjet me qëllim të mbështetjes dhe stimulimit të tyres, nga se përbëjnë një pjesë të pandashme të trashëgimisë sonë shpirtërore, kulturës, traditave tona, e kemi ndarë kategori të veçantë. Lista e trashëgimisë kulturore në mbrojtje është listë publike, është në të gjitha webfaqet, edhe në gazetën zyrtare, edhe në të Ministrisë së Kulturës, dhe shoqëritë kulturo-artistike të cilët me dekada e kultivojnë trashëgiminë dhe traditat tona, do të aplikojnë tani vetëm në këtë kategori ku do të jenë në garë me njëra tjetrën me ide kreative se si mund të jetësojmë e të promovojmë këtë trashëgimi kulturore. Pra kusht për kategorinë e parë është që të jenë në listën e trashëgimisë kulturore në mbrojtje. Mbasi do të pyetni çka për ata që nuk janë në mbrojtje, është kategoria e dytë, gjithashtu nuk është përjashtuese, ata aplikojnë në kategorinë e dytë ku kriteret janë dallojnë, domethënë ka disa lehtësime. Nëse për kategorinë e parë kërkohet portfolio 5 vjeçare, në kategorinë e dytë kërkohet portfolio 3 vjeçare. Pra jemi mundu që të krijojmë kushte dhe mundësit në mënyrë që secili ta gjejë veten në ndonjëherë nga kategoritë tona. Një kategori e rëndësishme që ndërlidhet edhe me agjendën e qeverisë, që ka të bëjë me digitalizim, pra objektiva e tretë fokusohet në digitalizimin e trashëgimisë kulturore. Këtu presim propozime kreative se si të bëhet digitalizimi i qofti trashëgimisë shpirtërore, qofti koleksioneve muzeore dhe qofti monumenteve arkitektonike dhe si të prezantohen ato në botën digjitale. Jemi duke jetuar me një kohë ku fuqia mendore e njeriut është në garë me inteligjencën artificiale, prandaj këtu si kategori e kemi vendosur si riziki dhe presim ide kreative nga të rinjt dhe organizatat. E që po besoj dhe t'jenë kreativ, të rinjt në Kosovë janë mjaftueshëm kreativ, madje dhe së fundmi kemi parë impaktin që ka kultura, arti në vendin tonë, por edhe jashtë vendet, e më duket se fokusi vazhdon të qëndroj këto. Ne përpos mbështetjeve përmes thirrjeve jemi në fazën e finalizimit dhe të miratimit të strategjisë për ekonominë kreative. Synimi është që edukimi, kultura dhe teknologjia të ndërlidhen bashkarisht në industrinë kreative dhe këto të përkthehen në fuqizim ekonomik dhe shoqëror. Strategjia për ekonomi kreative nuk e mbulon vetëm Ministrinë e Kulturës dhe të Turizmit, i ka 3 ministri, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Teknologjisë, Ministrinë e Kulturës të Turizmit dhe Ministrinë e Industrisë dhe të Ndërmarrësisë dhe Inovacionit. Pra këto 3
ministri me një veprim shumë të gjerë bashkohen me një strategji shtetërore që e ka fokus zhvillimin kreativ dhe zhvillimin ekonomik përmes industrisë kreative. Për të vazhduar, vetëm mos të mbes borç të përfundoj me kategoritë e thirrjes për trashëgimi kulturore, pra i kemi projektet njëvjeçare ku mund të aplikojnë edhe individet, po këtu në trashëgimin kulturore fokusi është dokumentimi, hulumtimi, promovimet në fushën e trashëgimis kulturore, në mënyrë që duam të ofrojmë mbështetje edhe për hulumtues. Në fushën e trashëgimis kulturore kemi shumë njerëz të cilët janë edhe hulumtues dhe hulumtues shkencor marrin pjesë në për konferenca të ndryshme dhe fokusi është tani të mbështesim ata. E kemi edukimin jo formal, një prej mënyrave se si shtet dhe si shoqëri mund të mbrojmë më së miri trashëgimin kulturore është në qoftë se investojmë që nga mosha e hershme, fëmijët t'i vetëdijsojnë për vlerat që na rrethojnë. Dhe e kemi komponentën e zhvillimit të turizmit kulturor. Pasi që si ministri e kemi edhe turizmin, në kuadër ton e kemi pra në thirrje kemi përfshirë edhe turizmin kulturor dhe një kategori e re që do të pilotohet për herë të parë është dhe që besoj që do t'i interesoj sidomos pronarëve të monumenteve që janë në mbrojtje, për herë të parë do ta testojmë funksionalizimin e monumenteve të trashëgimis kulturore. Që i bjen? Që i bjen, pronarët të cilët kanë asete që janë në mbrojtje të shtetit. Mund të jetë ndonjë mulli, shtëpi, kull, se lista e trashëgimis kulturore përpos ndërtesave publike, ka dhe monumente private, kanë të drejtë të aplikojnë me një projekt propozim si të funksionalizojnë monumentin e tyre. Në qoftë se shtëpia e tyre është restauruar gjatë viteve të fundit nga Ministria e Kulturës dhe është në gjendje të mirë dhe kanë ndonjë ide qoftë për ta zhvilluar si bujtin, hapësirë rezidencë për shkrimtar, mos të përcaktoj unë se me çfarë ide mund të vinë, po aktivitetet të cilat ja shtojnë vlerën edhe vendet edhe objektit. Edhe ndërtesës si dhe krijojnë kushte për përfitim për pronarin. Pra e kemi thirrjen ku do të jenë përfitues dy individ, dy pronar, pasi që është hera e parë, po e testojmë, po e pilotojmë në mënyrë të shohim se si po zhvillohet dhe me idenë që gjatë viteve të ardhshme ta zgjerojmë si program. Këtu një kusht që ekziston është që 40% të investimit total pronari duhet të asigurojë vetë. Pra është një partneritet publiko-civil me pronarët e trashëgimisë kulturore. Në mënyrë që shteti, si shtet duhem t'i dalim krah, edhe duke investuar, po dhe në një mënyrë duke i dhanë incentiva që ato monumente të hapën për publikun dhe të nxisin zhvillim ekonomik. Veçanëse është hap javën e kaluar, janë hap thirrjet në fakt për ata të cilët kanë qenë të interesuar edhe e din apo merren janë në këtë fushë, besoj veç që kanë po ka pas prej tyre që kanë aplikuar apo jo, apo presim edhe në javët në vazhdim deri në fund të sheshut. Aplikimi për dallim nga vitet e kaluar, për shkak se nuk kemi arritur ende të funksionalizojmë sistemin digital, se ndërlidhet me agjendën e digitalizimit në përgjithësi në nivel të shtetit, si vjet do të bëhet me zarfa, domethënë për shkak se përmes emailit kemi pasur shumë probleme teknike, dhe të cilat nuk kanë qenë në menaxhimin ton, nga se në raste kur ka dështuar nuk i kemi pranu aplikimet, nuk kemi pas edhe mundësi si të vërtetojmë që ato kanë ardhur. Prandaj si vjet do të jenë me zarfa, ku përpos dokumentacionit që duhet të shtypin, duhet të vendosin edhe CD-n apo USB-n me të dhëna, në mënyrë që të më njanohet ndonjë si të them, shkelje të drejtave si rezultati dështimit të teknologjisë. Si dhe qoftë do t'je në mënyrë fizike? Në mënyrë fizike, në zyret e arkivit të ministrisë, janë të dhënat në se si dorëzohet edhe instruksionet çka duhet të shënohet në zarf. Gjithashtu janë email adresat në qoftë se keni ndonjë pyetje apo paqartësi në lidhje me thirrjen. Unë inkurajoj të gjithë të interesuarit që në qoftë se kanë çfarëdo pyetje që kanë,
të drejtojnë me e-mail, po edhe mund të na vizitojnë edhe në zyret e ministrisë. Nora, faleminderit shumë për krejt këto informata, uroj që puna t'ju shkoj mbar, po ashtu dhe të ketë aplikues. Ishin disa kategori të cilat po ashtu Nora vetë se i tregoj, po si do qovë për informata të tjera, ju pa tjetër e kene edhe web faqen me krejt informatat, e po ashtu dhe mund të kontaktoni pastaj zyrën, ku edhe ju japin edhe detajet shtes për pyetjet të cilat mundeni me i pas. Faleminderit edhe njëherë për kohën edhe faleminderit për gjitha këto që i ndohet në emisionin sot. Unë ju falenderoj juve për ftesën dhe ju dëshiroj një ditë dhe javë të mbarë. Faleminderit shumë, Naci.